kësaj hapësire të jetës akademike të vendit tonë dhe posaçërisht dua të falenderoj rektorin për angazhimin dhe mbështetjen e vyer që i ka dhënë të gjithë këtij procesi. Jemi në një konkurs ndërkombëtar të radhës në vazhdën e 10 konkurseve të tilla të cilat janë shëmbëltyr e ambicjes tonë për Shqipërinë dhe prej cilave lindin mundësira të jashtëzakonshme për zhvillime që ndryshojnë jo vetëm cilësinë e jetës atyre që pastaj bëhen përdorusit e asaj që ndërtohet, por ndryshojnë edhe mënyrën e të parit të vetes dhe të ardhmes të një komuniteti. Jemi shumë krenar që me qenë se jemi këtu në universitet, e pashtu ta theksoj këtë, kemi krijuar universitetin më të madh në Europë të hapur të zhvillimit urban, duke bërë bashkë një numër të jashtëzakonshëm arkitektësh dhe studiosh prestigjioze ndërkombëtare me studiot lokale, me arkitektët dhe arkitektet e reja të Shqipërisë. Është një universitet i hapur në kuptimin e plot fjalës, sepse u jep mundësi të gjithë atyre që janë përkushtuar arkitekturës dhe zhvillimit urban këtu në vendin tonë që të ballafaqojnë dijet e tyre, të ballafaqojnë bindjet e tyre me dijet dhe me bindjet e arkitektëve dhe të studiove që janë në pararoj të zhvillimit urban në botë. U jep mundësi të rriten profesionalisht, u jep mundësi të mësojnë duke bërë punën dhe jo thjesht teorikisht, u jep mundësi të shoqërojnë në gjithë procesin krijues dhe pastaj në procesin e zbatimit arkitekt dhe profesionist të nivelit më të lartë ndërkombëtar. Dhe unë jam i bindur që nga ky universitet i hapur nuk do të presim shumë vite për të parë që ndër arkitektët e admiruar dhe të respektuar të botës do të ketë edhe emra vajzash dhe djemsh që sot janë pjesë e këtij universiteti të hapur. Do të kemi edhe ne yjet tona në qiellin e arkitekturës dhe të zhvillimit urban botëror. Por deri atëherë unë dua të them se sot jemi në kushtet kur kemi gati zanafillën e një projekti shumë të madh dhe ambicioz për kampusin e ri universitar të Durrësit, për të investuar në një zhvillim që do të përmbyll një proces të nisur shumë vite më parë dhe pas një lloj plani realisht serioz me çeljen e këtij universiteti dhe do të mundsoj që këtu në këtë territor të mos ketë thjesht studentë që vinë për të marrë mësim dhe për të larguar, po të ketë një qendër komunitare studentore e cila të jetojë 24 orë. Ky është një tjetër rezultat i protestës së studentëve të vitit 2018, ku ne dëgjuam me shumë vëmendje se çfarë kërkohej dhe natyrisht ndam gjithë shka që nuk kishte lidhje me të ardhmen dhe me mundësitë tona, me atë që kishte realisht lidhje me të ardhmen dhe me mundësitë tona, dhe kështu
mbi bazën e paktit për universitetin ndërtuam një proces i cili solli shumë risi pozitive për studentët, solli kushte shumë më të mira në konvikte, solli kushte shumë më të mira në universitet, solli laborator të rinj, e të tjera, solli edhe patjetër mbështetje më të madhe financiare për arsimin e lartë, por ne jemi të vetëdijshëm që sot ky proces duhet të shkojë një shkallë më tutje dhe siç do shihni dhe nga projektet, ne duam që t'i japim një drejtim edhe çështjes shumë të mprehtë, gjithmonë më të mprehtë në fakt, të strehimit të studentëve gjatë periudhës së studimeve, pasi ju e dini më mirë se unë që jo të gjithë studentët qëndrojnë në konvikte, jo e gjithë infrastruktura e konvikteve ka kapacitetin të përballojë kërkesat dhe shumë studentë marrin apartamente me qira në qytet, në Tiranë apo në Durrës, dhe kjo e rëndon buxhetin e familjeve të tyre. Ndërkohë që krijimi i një zone rezidenciale për studentët bën të mundur që studentët mund të kenë një strehim shumë më të arsyeshëm, por nga ana tjetër që të socializohen dhe që zhvillimi akademik të ecë paralel edhe me zhvillimin e tyre njerëzor dhe social. Po ashtu se jam i bindur që ndërkohë që unë po flas edhe kur po fliste ministri po e mendoja, ata në Tiranë të Universitetit të Tiranës po shtrëmbrojnë buzët edhe nuk janë edhe aq të lumtur me çfarë po dëgjojnë, sepse kanë kohë që përpiqen për t'i dhënë një impuls edhe për t'i dhënë një zhvillim të ri kampusit të Universitetit të Tiranës. Nuk është ky kampus një zhvillim që përjashton atë tjetrin, ne jemi edhe në një proces të harmonizimit të nevojave dhe të adresimit tyre mes Kolegjit të Europës edhe Universitetit të Tiranës. Kolegji i Europës po ndërtohet në Tiranë dhe është një zhvillim tjetër spektakolar i bazuar në një tjetër projekt të armatës tonë të arkitektëve ndërkombëtar dhe aty do të krijohet mundësia që të ketë hapësirë të konsiderueshme edhe për Universitetin e Tiranës. Edhe dua ta mbyll me diçka që lidhet me këtë konkurs. Ky konkurs ka dy risi të veçanta që janë propozuar nga një grup studentësh të Universitetit prestigjioz të ETH-s në Zyri, të cilët pikërisht se Shqipëria është bërë një adresë shumë tërheqëse për profesionistët e fushës arkitekturës dhe zhvillimit urban, dhe ne nuk kemi vetëm arkitektët e huaj që punojnë këtu, po kemi dhe plot të tjerë që vinë, që lidhen me ne, që bëjnë vizita studimore apo që duan të ndërtojnë bashkëpunime. Studentët e Zyriut kanë gati një vit që po bëjnë projekte kërkimore në Shqipëri dhe janë dy risi që aplikohen për herë të parë në një proces konkurimi. E para është krijimi i një jurie studentore, e cila do të punojë në mënyrë të pavarur dhe do të punojë paralelisht me jurinë ndërkombëtare zyrtare dhe duhet i falenderoj anëtarët e jurisë që kanë ardhur nga jashtë për të gjykuar këto projekte. Studentët do të bëjnë edhe një analizë dhe vlerësim të 5 propozime finaliste dhe do hartojnë një raport me konkluzionet e tyre që do t'ja paraqesin jurisë zyrtare përpara marrjes së vendimit përfundimtar prej saj. Dhe ky raport do të shërbejë edhe si një kontribut këshillimor në procesin e vlerësimit. Në të njëjtën kohë, një përfaqësues i studentëve është pjesë e jurisë, me sa shoh është përfaqësuese, aq më mirë akoma.
juristë zyrtare gjatë gjithë procesit në rolin e këshilltares së përhershme, duke sjellë ndryezë edhe perspektivën e atyre që e përdorin kampusin sot dhe që kanë natyrisht parafiturimin e tyre për kampusin e të nesërmes. Risia e dytë lidhet edhe me zgjerimin e diskutimit përtej kufive të perimetrit të konkursit. Krahas projektimit të kampusit, i është kërkuar ekipeve finaliste që të reflektojnë dhe një zonë lidhëse mes universitetit dhe qytetit Durrësit, duke konsideruar dhe atë si pjesë të së njëjtës histori urbane. Dhe qëllimi është që të arrijmë të kuptojmë më mirë marrëdhënien mes kampusit dhe qytetit, si dhe mënyrën se si zhvillimi i tyre, pra i kampusit dhe i qytetit, mund të mbështesë njëri tjetrin. Ndërkohë që juria zyrtare dhe juria studentore do të zhvillojnë diskutimet dhe vlerësimet e tyre, ekipet finaliste do të marrin pjesë në një workshop intensiv me përfaqësues të Bashkisë Durrësit, të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit, të Agjencisë Zhvillimit të Territorit dhe komunitetit lokal. Dhe për disa orë, arkitektët, planifikuesit, institucionet dhe qytetarët do të punojnë së bashku për të identifikuar problematikat kryesore të zonës dhe për të hedhur ide për projekte konkrete që mund të përmirësojnë jetën e banorëve, po dhe të studentëve përtej perimetrit e përsërisë të kampusit. Dhe sigurisht që workshopi ka disa tema: hapësira publike, siguria rrugore, lëvizshmëria, aksesi i këmbësorëve dhe i biçikletave, transformimi i zonave informale përmes projektimit urban, dhe në përfundim procesit synohet që secili ekip finalist të patronazhimin ju e dini që unë kam shumë qef, të patronazhojë një ose dy projekte pro bono, pa pagesë, gjë për të cilën arkitektët kanë rënë dakord, dhe dua në këtë rast të them që unë jam shumë mirënjohës për arkitektët ndërkombëtar që punojnë në Shqipëri, sepse ajo që nuk thuhet, ajo që nuk duket, ajo që nuk dihet është kontributi i tyre në shumë zgjidhje apo në projekte pro bono, pa pagesë, për shkolla, për qendra shëndetësore apo për të tjera kërkesa që mund të vinë si rezultat i punës sonë në terren. Dhe kështu këto një ose dy projekte do zhvillohen bashkëpunim pastaj me Bashkinë e Durrësit dhe me institucionet partnere, Fondin Shqiptar të Zhvillimit, etj. Nën mbikëqyrjen profesionale të ministrit për pushtetin vendor, zotit Demo. Në këtë mënyrë ne nuk e kufizojmë konkursin vetëm tek përzgjedhja e një fituesi, por e konsiderojmë një start për shumë më tepër se kaq. Nuk dua të zgjatëm më tutje, dua që edhe një herë tjetër falenderoj anëtarët e jurisë që na u bashkuan në këtë përpjekje, të falenderoj studiot që marrin pjesë. Siç e dinë të gjithë, këtu nuk mund të ketë 5 fitues, do ketë vetëm një fitues, po kjo nuk do të thotë që do ketë 4 humbës, pasi në ndërkohë të gjithë jemi të angazhuar dhe të gjithë janë të angazhuar për të bërë më të mirën në një proces transformues pa kthim për Shqipërinë. Shumë faleminderit. Fillojmë tani me paraqitjen e 5 projekt propozimeve për konceptimin e masterplanit të kampusit universitar Aleksandër